Tash zonja Osmani është në listë, jemi në garë, dhe është në taborin tjetër, andej domethënë, por ka një fakt që nuk ndryshon asnjëherë, që objektivisht deshum asnjë mundësi nuk e ka pasur në këtë konstelacion të forca në Kuvendin e Kosovës që të zgjedhet presidenti i Republikës. Domethënë LDK me 15 deputet nuk e mbështeti as në Këshill të Përgjithshëm të partisë. Domethënë 5 deputet. Tash është në listë dhe tash jemi në ballafaqim. Unë po ta shpjegoj. Po seriozisht se ka shumë versione, po duhet të versioni ju që vini jurist. Zonja Osmani, zonja Osmani ligjor në Kuvendin e Kosovës. Okej, se kjo s'ka rëndësi, po në dy drejtimet vetëm po në garë në rregull. Por ama zoti Abdigjiku është personi më i lumtur që ajo ka dëshmuar të zgjidhë presidentin. Vetëm pak, një gjë. Hasan Babaj, mund ta kthesh përgjigjen, pastaj vjen në radhë zoti Gruda. Jo, ideja është kjo. Pse bot të lumtur një, dhe unë dua të di nga zoti Rustemi, a keni dëshiru me zgjedh zonjën Vjosa Osmani president apo jo? Dëshirë, a keni pas dëshirë? Kjo nuk është relevante sepse kjo nuk e ndryshon mundësinë. Po nuk është relevante për shkak të pamundësisë. Po pse je kaq i pasinqert? Mirë, shumë i sinqert. Shumë i sinqert, mundësia është tjetër gjë. Unë jam shumë i sinqert. Unë kam dëshirë më bë deputet. Nuk e di a do ke mundësi. Kam shumë dëshirë më bë deputet. Po, s'përputhet dëshira me mundësinë. Në rastin konkret. Është drejt kushtetuse për të zgjedhur. Pas një dyshim. Maksimumin. Por ama analizo politikisht dhe diskuto. Për të bërë deputet. Lumir Abdigjiku e ka pasur ekzistenciale. Që të shtoj pas dëshirë me zgjedh president. A ka pas borxh vetëvendosje ta bëjë? Jo, po që të shoh kërkohet. Po jo, pse tani ne kemi shpjeguar. A ka pas dëshirë personale, mirë personale, atë se ndoshta nuk do të ndajmë në vendosje. Kam qenë deputet parlamentar. Po kjo nuk e ndryshon. Kjo nuk i ndryshon rrethona, sepse tash është shkuar. Nuk i ndryshon rrethona. Politike, personalisht. Unë po ta shpjegoj. Dhe Lumir Abdigjiku e ka pas tepër të rëndësishme që të dështoj zgjedhja e zonës Osmani për ta përfshirë në këtë angazhimin që ka. Dhe ajo është personi më i lumtur sot. Pyete atë. Ju e keni bërë. A ka qenë presidenti e mirë Zonja Osmani për ju vetëm pak? A ka qenë presidenti e mirë? A ka qenë presidenti e lumtur nesër? Zonja Osmani ka qenë presidente dhe unë për angazhimin që ka pasur si presidente as nuk e kritikoj e as nuk e diskutoj. Ajo e ka përmbushur detyrat e saj si presidente e Republikës. Herë për te, le të themi, për shkak të vokacionit politik, me një, le të themi, rol politike, për shkak të personit, herë brenda rregullave diskrecionale të saj. E kuptuam pozicionin Gruda kundër reflik kuptuam pozicionin. Unë e pyesa, keni pas dëshirë me zgjedh presidente? Flet për LDK-n. Për LDK-n flasun tash këtu. Nuk flitet politikë për dëshirë. Ne kemi hyrë në proces për ta zgjedhur. Jo, ideja është të për LDK-n. Nuk është çështje e dëshirës. Unë ka mundësi tash të kemi hyrë në proces Gruda kemi hyrë në proces me zgjedh president. Edhe për mëshmon krizën edhe mëshmon zgjedhje. Gruda kushtrim shikoti çka thot zoti Rustemi, domethënë një herë thonë e kena dashur me zgjedhje Vjosa Osmani, njerëz kena dashur. Tash e pyet Bardhi Yli thot nuk është relevante tash. Qytetarët na shohin për këtë mungesë sinqeriteti minimal. Edhe këtë tallje, se kjo tallje me qytetarët e Kosovës, Bardhi. Kjo është tallje. Domethënë, me thon herë ashtu. Në asnjë mënyrë shpjegim real në kontekstin. Me zgjedhje është legjitime. Thjeshtimi deri në banalitet është tallje dhe është hyrje për qytetarët. Siç i fyve ky pushtet e ka humbur. Siç i fyve në kryet herës. Thjeshtimi deri në banalitet është ofendim për qytetarët. Shkon ty sidomos kjo. Tash le mamu bora na sona thjeshtoj sa thjeshtoj ne diun.